Sot në qytetin e Shkodrës janë përkujtuar 4 martirët e 2 prillit të vitit 1991 që u vran nga strukturat shtetërore pasi kishin dalë në protestë kundër farsës zgjedhore të atij viti të realizuar nga Ramiz Alia. Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka mbetën të vrarë nga breshëria e plumbave që u derdhën mbi turmën e të rinjve që protestonin para godinës së komitetit në Shkodër, teksa mbi 87 qytetarë të tjerë mbetën të plagosur. Të pranishëm në homazhe ishin familjar, përfaqësues të ish të përndjekurve politik, drejtuesit e PD-s në këtë qark, deputet të opozitës, si dhe lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, që i cilësoi 4 të vrarët martir të pluralizmit në vend. Sali Berisha u shpreh se 3 vite përpara se të regjistrojë masakra 2 prillit në Shkodër, në qytetin e Kukësit, me firmën e Kristaq Ramës dhe të Ramiz Alis, do të varrej poeti Havzinela, vetëm se shkroi vargje për lirinë dhe për Kosovën. Dhe sot, pasardhësi i tij, Edi Rama, ka mbledhur po aq pushtet sa që kishte Ramiz Alia në 90-ën. Sot, pas 38 vitesh në pushtet, është bastardi i tij, është Edi Rama, i cili në shembullin më të zi të baballarëve të vet ka përqendruar çdo pushtet në duart e tij. Përdor pushtetin për t'u pasuruar, përdor pushtetin për të legjitimuar vjedhjen. Berisha u shpreh se platforma Ramës e ka tejkaluar dhe tezën e Vaso Çubrilovicit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Asnjë pushtues, asnjë regjim nuk ka zbatuar në mënyrë më tegër doktrinën e Çubrilovicit, e cila sot është tejkaluar disa herë nga Ramovici dhe meriton të quhet doktrina e Ramovicit e Argatit të Beogradit. Në 10 vite, 720.000 shqiptarë kanë marrë me vete ëndrrën shqiptare në rrugë të botës. Janë larguar nga Shkodra, janë larguar nga Shqipëria, sepse ky është një vrasje si ëndrrës së rinisë shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike nga Shkodra theksoi se revolta paqësore nuk do të ndalet. Edi Rama për vjedhjet e tij i bllokon Shqipërisë dyert e Europës dhe i tregon derën e Beogradit. Miq, betejë kundër hajdutëve të pushtetit është sot betejë më e shenjtë e shqiptarëve. Këta bllokuan drejtësinë, por ne s'do na bllokojnë kurrë. Ndaj dhe ftoj qytetarët e Shkodrës, ftoj qytetarët e mbarë Shqipërisë, të vazhdojmë kryerritjen tonë paqësore, gjerë në rrëzimin e tyre përfundimtar.